Doktoresha, shpesh flitet për termin e kollës së mirë. Çfarë është konkretisht dhe si duhet ta kuptojmë këtë situacion shëndetësor? Kolla e mirë shkaktohet nga një mikrob vite më parë, para se të dilte vaksina. Kjo ka prekur shumë fëmijët e vegjël duke dhënë hipoksi të trurit. Me daljen e vaksinës, fëmijët e kalojnë lehtë si një kollë e zakonshme, por që zgjat më shumë se 2 javë. Shenjat klasike janë ato me kollë e thatë ngacmuese, kërkon të nxjerrë pak sekrecion që nuk arrin dot ta shkëpusi, po kolla është aq e fortë, sidomos kur fëmia është në pozicionin shtrirë, sa që i skuqen syt, i lotojnë dhe mëtej ka pika hemoragjike në sy, rreth qepallave dhe në fytyrë. Kjo është shenjë karakteristike që është kolla e mirë. Akseset e kollës janë të rralla 3-4 herë në ditë. Jashtë akseseve, fëmia është i qetë, nuk ka ndonjë temperaturë të lartë dhe gjendja e përgjithshme nuk ka vështirësi në frymarrje, siç e shpjeguam më lart. Pra, kjo bën diferencën. Por kolla e mirë zgjat dhe pavarësisht se janë vaksinuar, fëmijët mbi 3 vjeç preken më shumë, sepse në 50% të rasteve bie forca imunitare e vaksinës së kollës së mirë. Dhe fëmijët nën 3 muaj janë që bie në kontakt me këtë mikrob, janë të prirur të bëjnë aksese të rënda të kollës së mirë deri në hipoksi cerebrale. Pra, është atëherë kërkohet ndihma mjekësore për të trajtuar simptomat, vetëm akseset dhe nuk është se ka ndonjë mjekim specifik për të. Por duke u vaksinuar, ne kemi mbrojtur popullatën që të mos bëhet ngjitse. Një i rritur që kollitet dhe pa e ditur e ka kollën e mirë, është ngjitës deri në 1 muaj nga dita që i fillon kolla. Pra nuk duhet neglizhuar. Bëjmë disa analiza, disa konsulta, por duhet ta përjashtojmë edhe këtë rast.